Në kuadër të ditës në kombëtare të familjes dhe aktivitetet të javës së familjes 2026, Bashkia e Shkodrës organizoi konferencën me temë mirëqenia fillim nga familja, komunikimi në një familje të shëndetshme. Konferenca mblodhi përfaqësues institucionesh, profesionistë të fushës sociale, arsimore dhe shëndetësore, një diskutim të hapur mbi rolin e familjes dhe sfidat me të cilat ajo përballet në shoqërinë e sotme. Të vit mesazhi ynë ka qenë mirëqenia fillon nga familja. Dhe besoj se të gjithë bijmë dakord që familja mbetet vendi ku fillon edukimi, mbështetja emocionale, siguria dhe zhvillimi i çdo individi. Në familje mësojmë vlerat e para, komunikimin, respektin, dashurinë, solidaritetin dhe përcjellim të gjitha këto vlera rast pas rasti e ditë pas dite në komunitet dhe në gjithë shoqërinë. Sot familjet përballen me shumë sfida, ritmi i shpejtë i jetës, vështirësitë ekonomike, emigracioni, ndikimi i teknologjisë, mungesa kohës cilësore me njëri tjetrin dhe mbi të gjitha sfidat e shëndetit mendor. Pikërisht për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të krijojmë hapësira të përbashkëta të shëndetshme e reflektimi. Kjo konferencë synon të vendosë në qendër rëndësinë e komunikimit në një familje të shëndetshme, sepse komunikimi është ura që mban të bashkuar familjen. Në fokus diskutimeve ishte rëndësia e komunikimit të shëndetshëm brenda familjes si bazë për mirëqenien emocionale, zhvillimin e fëmijëve dhe forcimin e marrëdhënieve familjare. Në punën tonë të përditshme, familja është në qendër të çdo ndërhyrje sociale. Pas çdo shërbimi, pas çdo rasti të trajtuar, pas çdo politike sociale, qëndron një familje që ka nevojë për mbështetje, për orientim, për siguri dhe për mundësi. Sot jetojmë në një kohë me zhvillime të shpejta sociale dhe ekonomike, ku familjet përballen me sfida të shumta dhe komplekse. Kemi familje që përballen me vështirësi ekonomike, prindër që përpiqen të balancojnë jetën personale dhe profesionale me kujdesin ndaj fëmijëve. Të rinj që përballen me pasiguri dhe presione sociale, të moshuar që jetojnë në vetmi, si dhe familje që kanë nevojë për mbështetje psikosociale, edukative dhe komunitare. Në shumë raste, familja nuk ka nevojë vetëm për një ndihmë ekonomike, ajo ka nevojë për dëgjim, për orientim, për shërbime pranë komunitetit. Gjatë konferencës u prezantuan gjithashtu shërbimet sociale dhe komunitare që Bashkia e Shkodrës ofron për familjet, fëmijët, të rinjt, të moshuar dhe grupet në nevojë.